Me t'i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut qofshin për njërin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhis salam, në familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përsëllin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, sot është dita e xumës, dita më e mirë e javës. Dhe ne vim me plot shef dhe me plot dëshirë, na hina në xhami dhe ndëgjojmë fjalën e Allahut, e dëgjojmë hadithet e pejgamberit tonë alayhis salam në këshillat tona fetare, dhe besoj se secili që del prej neve në xhami del edhe hin në xhami, edhe ndëgjon ai. Prandaj nuk ka shnjajt me nej, për shembull në xhami, në borë xhamisë apo në korridor xhamisë. Njëri ka shkuar në shkollë, njëri ka hyrë në klasë, njëri atonet në korridor, tjetri atonet në borë. Këta në shkollë, mirë po i në borë të shkollës, i në korridor të klasës, edhe i mrena në klasë. Dhe më thonë, ka dallim kush ku ulet, edhe ka dallim kush sa e vlerëson atë për kua nisë pra në xhami, apo në shkollë ku dole tjetë. E lusim Allahun xhamat të ban kabul namazën e xumës. Allahun e lusim që neve të na mbron nga zjarmi i xhenemit, të na mbron nga borxhet e nga shoqëria e keqe. Lusim Allahun që fjala jo në fundit e dalë prej kësaj bote me ukon duke e thonë La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah Amin. Në xhamat nga java e kalume përmendëm ata që sigurisht përderi sa kemi familje e jemi prindër, synimi jona që e vladi jonë mu kanë i hajrit, mu kanë i marë. Këtu është krejt synimi i çdo besimtarin. Na përmendëm xhamat se për mu kanë ata shka po do të e vladi jotë mu kanë, në rand parë unë edhe ti duhet me këshirë vetën. E para mu kanë modeli mirë, kështu përmendëm javën e kaluar, mu kanë modeli mirë për e vladin. E dita me këshillu për të mirë, ama me fjalë të buta e me sjellje të mirë. Edhe me ndalu nga e keqja e vladin, ama duke përdor gjithmonë metodat mira. Edhe e fundit përmendëm se nuk është nga edukata me mallku e vladin tan asnjëherë kur. Neve na ka ndalu pejgamberi jon alayhis salam kur ka thonë se mos e mallkoni veten e juaj, e as pasurit, e as fëmijët e juaj. Prandaj vepra më delikate xhamat, vepra më e rëndësishme që në fen tonë dhe në përgjithësi në jetën tonë është edukimi i fëmijëve. Unë e them se kur e përmendim edukimi i fëmijëve xhamat, kjo është më në dorën tonë dhe është përgjithësia jonë. Nësot shohim shumë gjëra, po them shumë gjëra negative, po ka edhe pozitive. Ato çfarë janë negative, ajo nuk ka në dorën tonë. Ajo nuk kanë për shembull disa sende që ndodhin nuk janë dorën tonë. Ti e vën keq, pse po ndodhin këto gjëra negative? Mirë po, ajo është në dorën tonë dhe xhamat. Ti si prind është edukimi i fëmijëve tu. Kjo është mbretëria jote. Kjo është qeveria jote, po them kështu, për ta kuptuar realitetin që ki ardhur pranë këtë dunjë. Prandaj ka një mendim, ka një thënie shumë e mirë, nëse dëshiron të mos vdesi shkur, do të thonë që ndikimi jot të jetë dhe të vazhdoj, gjithmonë është pra të edukosh ti fëmijët e tu. Këpa, çfarë themi xhamat na për filanin, filani është hala i gjallë, e pse bash i gjallë hala filani, ka lanë pas vete e vlat të hajrit. E ka një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam e ka spjegu mirë dhe na ka bëmi dije se vërtet jemi me një kohë ku është shumë vështirë me ja dal për me pa e vladin mirë. Mirë po kjo nuk i bet që na duhet mu dorëzu e mos punojmë me vladet e tonë. Ai pra me një hadith ka thonë kështu: do të vijë një kohë tek njerëzit ku ai që duron në fen e tij
është si ai që mba në dorë një prush të zjarrt. Kështu do të vejë një zaman që me majt këtë femë do të jesh shumë vështirë. Mirë po, nuk e kalon me kaç ki dini jonë, vëllai kanë vështirë edhe u kri kjo punë, por ka dhënë këshilla, ka çelë rrugë për ta kuptuar se vërtet edhe nëse hasemi në këto bariera, përsëri kemi zgjidhje dhe mund mi arritin inshallah qëllimit në këtë dunjë. Prandaj është shumë interesant për shembull kur e mendojnë ana se Muhamedi alayhis salam neve na ka urdhëruar që fëmijës tonë sa po të lindë, pra kur t'i bëhe 7 ditë, ati mi a thirr ezanin xhamat. Ai pra fjalën e parë ta dëgjoje tauhidin, ta dëgjoje njëshmërinë në Zotin një. Kjo nuk ka rasisht. Kjo është fjala e parë që duhet ta dëgjon pra fëmia jon. Edhe ne kemi po ashtu një hadith ku pejgamberi jon alayhis salam ka thonë: edukoni fëmijët tuaj me 3 gjëra. Dashurinë ndaj të dërguarit të tij. Dashurinë për të dërguarin e tij, për pejgamberin alayhis salam. Dashurinë për familjen e profetit dhe leximin e Kur'anit. Ata lind pyetja xhamat, fëmijët e tonë kështu jo të gjithë, po në përgjithësi çfarë modeli marrin dhe sa janë gjendje për shembull me mësu e me dëgju nga jeta e pejgamberit ton alayhis salam. Mos e mendo se jeta e pejgamberit ton alayhis salam ka të bëjë vetëm me ata shkati e dëgjon nana, baba, gjyshi i tij dhe kaç, po çdo lëvizje e tij xhamat, çdo sen që e ka bë, kjo janë këshill për neve si besimtar. Prandaj kur dëgjon për shembull filan fëmia rritet me emrin e një aktorit të Hollywoodit. Kur e dim për shembull jeta e tyre e fundosur me mëkate, jeta e tyre me skandale familjare xhamat. Dhe ti mendon sa mirë që po e di për shembull emrin e një aktori. Ku është aktor në Hollywood, mirë po kur e shet çfarë ai ofron, ti të mushet me një thue, me çfarë ambicje po rritën për shembull fëmijët e tonë. Cila është ambicia e tij, cila është dëshira e tij prindit me pa fëmijën e vet për shembull si filan aktori. Nuk po mohojnë absolut asnjëherë rolin e aktorit në parim se ka gjëra pozitive, më ka një aktor i mirë. Por cilin po e merr për model xhamat, cilin po e merr për jernek, ai fëmia jonë. Dhe këpa, kur shofim për shembull, kur hina në lëmin e sportit, dhe shofim se filan futbollisti e qetri, para se me fillu lojën, këta përgatitje që e kanë bë, ai ngrit duart lart dhe e lut Zotin. Dhe pastaj kur të arrijë në fitore, ai e falënderon Zotin, i bie në sejdë Zotit, dhe pastaj shkon në publik atje e përqafon nanën edhe anëtarët e familjes që i kati. Ta shlin pyetja xhamat, që kjo a rasisht është ai futbollist apo jo? Jo, ai ka marrë pra një edukat, ka qenë dikun i vogël, a shërrit me këtë bindje, se pas gjitha ti mundit që e japim, pastaj çfarë themi ne, o Zot na ndihmo. Dhe kur ta arrijmë fitoren, e falenderojmë Zotin me një sejdë, dhe ai shkon me absolut nuk tërpënohet me shku edhe me puth në ballë nanën e vet. Do thot, ai e pas ka pas një rnek xhamat, sepse kur dëgjosh nga jeta e sahabëve të pejgamberit ton alayhis salam, aty kemi pa morale të mira, aty kemi pa bashkëpunimin edhe dialogun që kanë pas sahabët mes vete. Aty kemi pa xhamat burrnin e vlera shumë pozitive. Pse ndodhin këto? Ndodhin dhe gradualisht fëmia jote duke u rrit me këto parime, keme pas ai nuk ka mu turpnu asnjëherë nga gjërat të cilat mund të ndodhin atij. Pëlqej xhamat një fjali shumë e mirë dhe shumë interesante. Prindi i besimtar
është ai që mundet me bën shtëpinë një copës nga xheneti. Prindi, baba dhe nana, xhamot, janë ata që mundin me bën shtëpinë e tyre një copës nga xheneti. Si është e mundur kjo? Sepse me këshirë pra sinqerisht edhe me analizu jeta jote si prind me fëmijët e tu, edhe nëse është e vogël një shtëpi, me 2 dhoma, me një kuzhinë shumë e vogël, me një ushqim shumë thjesht, shumë modest, kur ka harmoni mes vete, këtë lodhja harrohet dhe këtë lodhja merr fund. Ati bëhet xhamot një pjesë, po them kështu, e xhenetit në shtëpinë tonë. Ati është namazi, ati dëgjohet fjala e babës dhe e nonës, ati ka namaz, ati ka Kur'an, ati ka musafir të hajrit edhe ka bereqet. Do të thotë, kjo për muj ka mu bë si ti nëse arrin pra qëllimit tanë. Por unë Zot xhamot, ajo mua e shtëpia jonë mundet më bë një copës e xhehenemit. Sepse xheneti nuk janë mobiljet e mira. Xhenemi nuk ka të bëjë me diçka që ti e ndalon veten nga të mirët e kësaj bote. Përkundrazi xhamot, sa shohim na për shembull, jo të gjithë, po filani ka një shtëpi të mirë, ama se ka e vladin mrena, se ka e vladin mrena, se ka ti ku po ka të qef me pa prindi. Edhe ti kur ta këshirsh thue, çfarë shtëpie xhenet ishte. Jo, automobilet nuk e bojnë xhenet shtëpinë e atij. Xhenet pra e bojnë kur ati është një musafir, kur është një ati kushia, është daja, është familjari, është e vladi, është e gjadja, është libra, është Kurani, që të janë xheneti na shka podojnë në xhamot. Prandaj ka njerëz që habitën, filani e kishtrube oborin 10.000 euro. E shka pse e ka shtru oborin 10.000 euro ku e vladi vet nuk shkelna për të obor. Se ka, për fat keq, kë nuk i bie që tash, kë nuk i bie se kej që i kanë shpijet e mira, kej që shtu janë. Po është për qëllim mos lakmojnë në gjanat materiale. Mos lakmo në ta unë jam të polani, për ju të 3 vjet, që ato kështë e kini bon ka 60 vet. Mos lakmojnë në gjana materiale xhamot, sepse ajo është shumë kalimtare, edhe metet ajo e harrume. Ajo metet e harrume. Një ditë në të përcjellim të vorrët, edhe u kri kjo puna ajo çfarë ti ke mendu. Ka njerëz që varin për shembull një lloj levhaje që është mirë, për shembull, o Zot bekoje këtë shtëpi. Mirë po problemi xhamot nuk zgjedhet në ata çfarë ka mrenda, por një shtëpi e bekume është ajo ku, përmendëm pak më herët, ati ku falet namazi, e lexohet Kurani edhe ka mirë kuptim edhe dashuri mes vete. Prandaj shtëpia jote xhamot është shumë e shenjtë. Shtëpia jote është shumë e shenjtë, për shembull e dhoma e mysafirëve është dëshmitare për ti. Sa njerëz kanë hyrë në shtëpi e çfarë muhabeti është bo ati. Edhe kjo është dëshmitare për ti xhamot ka më konë nesër. Ajo kuzhina, ajo tavolina, gjithashtu ka më konë dëshmitare për ti. Kujt i ki dhonë buk dhe ka e ki prit ati. Sepse fëmia xhamot rritet me ata çfarë shem, edhe çfarë dëgjon. Ai ka me majt men kur akon i vogël, na kur i mikon vogël i ka me thonë kështu, në shtëpinë tonë vike filani. Sepse ai kur të rritet ka me kuptu që ki filani çfarë njeri akon. Edhe drejt për drejt ka për ta kuptu se vërtet baba me ka pas muhabet. Ka me majt men kujt i ka dhonë buk për shembull prindi i Zoti i shtëpisë.
Ai kur thritet ka me kuptuar në shtëpinë tonë ka hangër filani i buk, këti i kemi bën sajgi, këti i kemi bën nder. Prandaj këto kanë më kon dëshmitare për ti, apo kanë më kon kundër teje dëshmitar. Lind pyetja xhamat, a ka mundësi na me ndryshu botën, unë edhe ti për shembull? Na s'kemi mundësi për shembull me na luftën në Ukrainë, s'kemi mundësi. Me na luftën në Gaza, unë e ti s'kemi mundësi. Ama a është në dorën tonë, mbretërinë tonë, xhamat, shtëpitë e tona, unë edhe ti me nu një rend, po a mundësia jonë. A është mundësia jonë me bon që këtë. Edhe ka një doa që a shilut për nga meri jonë a.s. e burra. A shilut, ka thonë, o Allah, kjo është ndarja ime në atë që kam unë në dorë. Do thonë, kjo është hisja jeme në ata që unë kam në dorë. Prandaj mos më qërto për ata që anë dorën tënde, dhe pastaj i ka thonë, dhe nuk është në dorën time. Shka është në dorën tonë, shka është në hisën tonë, po sigurisht kemi me dhonë llogari para Allahut. Prandaj xhamat i dashur, na në këtë xhami për shembull, me këtë xhamat mirë që e kemi, për shembull me vite na i mësojnë fëmijët e tonë. Edhe kuptohet, ati jepet feja, jepet morali e edukimi. Edhe kur e sheh për shembull një arritje të vladit tanë, vajzës apo djalit tanë, vallahi ndoshta me miliona euro me t'i dhanë, atë gëzimin që e përjeton nuk kanë me vlejë që të pare sa e sheh arritjen për shembull të vladit tanë. Në punë, në shkollë, në zanat, kur vjen në xhami, ku do të shoftë, kjo është ajo shka vetëm shpirti e përjeton. Ai që e ka për synim pra e vladin me pa të hajrit, ndërsa ai cili jepet për shembull runë në Zot, për anën materiale, ati nuk i gufon në zemra për dëni send që e ban që e arrin. Ai ka vesh për qëllim e sa e kije, e sa po merr, e kej që të sende duke mendu se ajo janë bitë gjitha, po mos të harrojmë se janë pjesë e pandarë e jetës tonë. Prandaj xhamat, nëse ti edhe unë dëshirojnë mos me vdek kur, a ka mundësi që unë edhe ti mos me vdek kur? Po ka mundësi xhamat. Ti edhe unë mos me vdek kur i bie që ti si prind pra me lanë pas vete e vlat hajrit. Përjetësia jote mu konë vazhdimësi gjenerat pas gjeneratësh. Ka thonë një hadith për nga meri jonë a.s. Kur vdes njeriu i ndërpritën veprat e tij. Kur vdes pra njeriu i ndërpritën veprat e tij. Ja pra gjej dham për shëndetjen e fundit vdiq gjej vërosëm nga kanalit. Sot ai nuk ka mundësi sot me orë namazin e xhumos me falë. Janë ndërpret disa vepra për shembull prindit ton. Ndërpriten ato mo, nuk ka mundësi me u vazhdu, nuk ka mundësi me pritë edhe një Ramazan apo me shku në haxh edhe kështu me radhë për gjana të tjera. Ka thënë pastaj pejgamberi Allahut përveç 3 gjanave. E para sadakaja e vazhdueshme. Kushdo pra mos me vdek kur, jepe një sadakat vazhdueshme. Kjo është përjetësia jote xhamat. Kjo është përjetësia jote ti si prind. E dita, dije prej së cilës përfitohet. Le pas vete një dije dikujt që ai ka me përfitu prej teje. Ti nesër ki me vdek, mirë po realisht gjurmët e tua të mira kanë me të bon pa vdekur deri në ditën e kiametit. Ai ka me marr me mësimin që ja ki dhënë ti dikujt, me fjalën e mirë që ja ki dhënë dikujt, me zanatin, me shkollën, kujtdo që i ki dhënë ti dikujt, nesër ti bash i pa vdekur. Është e vërtetë se s'ka mundësi me fal namazin e xhamos, ama çat dije që ja ki dhënë dikujt, sigurisht nesër ke me gjetë para Allahut. Edhe fundit që e kemi për qëllim xhamat, fëmija i mirë që lutet për të, e që ketë
Sinoje ti si besimtar xhamat, sinoje ti si besimtar, me ardhë me farë namazin e xhumas, edhe me pa evladin tanë në xhami. Me ardhë me farë namazin e xhumas, edhe nipi jot më u konë në xhami. Ti je më i pavdekur xhamat. Edhe nëse realisht kur dalësh prej kësaj bote, ajo pavdekësia jote ka me vazhdu, sepse evladi jot ka mu lut në namazin e xhumas dhe pas çdo namazi. Alhamdulillah, xhamati jon e ka një vetdije, për shembull zakonisht me fëmijët që vijnë në xhami. Normal se çdo fillim ka një rast i vështirë dhe aty tek këtu kemi pas doni rast kur doni xhamat duke dash me tregu disiplinë 100%, e ka bo për shembull doni lëshim të vogël me fëmijën që vjen në xhami. Mirë po, ato kanë qenë kalimtare dhe ai e ka kuptu. Ai e ka kuptu se ai që vjen për shembull në xhami klasa 6, 12, 13, ai nuk mundet me nejtë sikur ti që ki bon 60 e 70, me nejtë, me lëviz, mos me lëviz e me ngu me përcjell. Ai është i gjallë xhamat, edhe nuk është nga edukata dëniherë që kur ta shohim fëmijën tonë në xhami, edhe në safin e parë e më janë ngjit rriti se sekiti menin këto. Ne dina se ka një rend fëk ku të mësohet kush duhet me dalë në safin e parë. Mirë po, dalja në safin e parë të fëmijës, a dini çka bën me këta xhamat? E rrit vetë besimin të fëmija, e rrit krenarin të fëmija, dhe ai thot unë jam falë në safin e parë. Ai nesër ka më rrit, edhe ka me sinu pastaj, edhe ka me dëgju hadithin e pejgamberit alayhis salam, me ardhë herët edhe me zon safin e parë se sa se vapa është. Ka me kuptu se ka me majtë në men kur a ka një vogël, do një herë e ka falë, do një vakt edhe në safin e parë. Prandaj, kur të mbjellim vetë besimin xhamat, kur ta mbjellim te fëmia jon krenarin edhe gjërat pozitive, keme pas se ai qish kur është fëmijë ka me ndje vetën shumë i fortë edhe shumë i guximshëm. Për shembull, kemi rastin kohën e Hazreti Omerit. Kohën e Hazreti Omerit një herë Hazreti Omeri ka kalu pranë disa fëmijëve, ato janë konë të lujt, kejt kanë hik me vrap, veç njoni s'ka hik. Edhe Hazreti Omeri ka vetat gjallë i ka thonë, po ti pse nuk hike? Ka thonë në prisi besimtarëve, unë nuk bona pa drejtësi dishka dhe ti nuk je njeri i pa drejt që mund është me më bë mu e zullon. Pastaj ati i tha, unë nuk bona do një gabim që me më dënu muë. Edhe i ka thonë, rruga është e gjonë, edhe për muë edhe për tije. Kja është ai fëmija xhamat. Sigurisht, ai fëmij ka pas një babë dhe një nonë që e kanë rrit atë fëmij me krenari, që ai mos ta humbe vetën, mos ta ndjeje vetën për shembull shumë keq, me një pozitë shumë keqe në familje. Përkundrazi, ai e ndjen vetën krenar edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe kudo që shkon. Prandaj xhamat, ti edukojmë fëmijët e tonë me dashuri e jo me frikë. Që ka shumë e rëndësi. Të edukojmë fëmijën tonë me dashuri e jo me frikë. Kur fëmija gabon, t'ja kujtojmë dashurin tonë e jo zemrimin. Kam gabu, edhe që ta shtrishtu pi babës, jo përkundrazi. Kem gabu, po mi thonë prindi fëmijës vetë, e banëm një gabim, por do ta përmisojmë ata dhe nuk me mundësi nuk do ta përsërisim. Kështu është shumë normale me bën. Edhe për fund, na duhet t'ja mësojmë fëmijës xhamat dhe ta kuptojmë mbi gjitha se me ditë edhe me kuptu ka shumë dallim. Na shumë gjana po dim, mirë po sa po i kuptojmë dhe e fundit sa po i praktikojmë ato. Le ta dije fort mirë fëmija jonë se dija është adhurim. Dija është adhurim. Puna është emanet. Ne tritet me këtë bindje fëmija jonë xhamat, se dija është adhurim e puna është emanet. Sinceriteti është forcë. Mu koni sinqert, nuk do me thonë se je i dobët, po sinceriteti është forcë për ti.
Pastaj mirësia është fisnikëri. Dhe se suksesi i vërtet nuk është t'jesh mbi njerëzit, por t'jesh më afër Allahut dhe t'jesh i dobishëm për krijesat e tij. Kushdo që arrin pra suksese, kur asnjëherë mos e mendo se fëmia jem është mbi të gjithë njerëzit, u bë më i miri dhe është mbi të tjerët. Jo, fëmia jot kur të arrijë suksese, aja është më afër Allahut, edhe më mendu tani më fëmia jam është në shërbim të krijesave të Zotit që i ka falur këtë dunjë. Prandaj xhamati i dashur, mbi të gjitha, kur i përmendim gjitha këto mësime, gjitha këto këshilla dhe urtësi, përsëri po e themi, ata çfarë thamë javën e kaluar, kur dojnë na fëmijën tonë me pa mirë e shumë mirë, mos harrojmë se ai shet dikant tjetër, më të mirin këtë dunjë e shet babën edhe nanën. Prandaj po e ripërsëris. Këtë këto që i përmendëm, ato dojnë me pa dikon diçka mirë. Ai mirë pra është kur ka një model, ka një ernekt mirë të baba dhe të nana. Kur këshillon për të mirë me butësi e me metodat mira. Edhe kur e ndalon nga e keqja e vladin e vet, e ndalon me butësi edhe me metodat mira. Edhe pastaj edhe fundit, kur asnjëherë mos e mallko fëmijën tanë. Kur asnjëherë mos e mallko fëmijën tanë, sa do të bëje mëkate, sa do të bëje gabime, por gjithmonë jepi motive edhe vullnet se ka mundësi për mu bë mirë. Kjo është ai qëllimi jonë xhamat, që na dojna me pa e vladin mirë po për me na pa i mirë, e na për me pa e vladin tonë, ai duhet me pa dikan më të mirë, që e don pa kur një par interesi, edhe që e don pa kufi, është babën edhe nanën. Ne le të bëjmë model, sigurisht ato kanë më kanë inshallah të mirë në emrin e Allahut. Allahu i ruajt e vladet e tona burra. Zoti ata i drejtoft edhe i bën të këmbgulës në këtë fe, e mbi gjitha neve na dhash guximin dhe vullnetin për me vazhdu me këshillu, duke fillu sa më të vogël e deri atar na kur ta kemi frimin e fundin këtë dunja. Allahu e bof kabul namazën xhamas. Lillahi al-Fatiha.